Urime të shumta u shkëmbyen për Krishtlindje, por ndër më të veçantët ishte ai Ledion Liços. Moderatori sapo bër baba i veshur me bizhama bashkë me qenin, arriti të përcillte më së miri mesazhin e urimit të tij. Këtë vit të ri, mos harroni, fëmijën brenda jush. Çiltërsi në 2017-ën, ju këshillon Ledioni. Era i strefi këto festa ka zgjedhur t'i kalojë në vendin e saj ndaj këngëtarja prej disa ditësh gjendet në Kosovë dhe një ndër vendet ku mund të marrë ajër lirisht dhe të gjejë qetësinë, ndoshta të munguar, është Brezovica, e ftohtë dhe e bukur, një peizazh që nuk duhet humbur nga era. Nëse je një simpatizant e filmash si Alketa Vesiu, atëherë duhet të vizitosh të paktën një herë Universal Studios. Dhe kjo është një nga 100 gjërat e listës, të cilat duhet i bësh para se të vdesësh. Ishte një eksperiencë mrekullueshme kjo për moderatoren Vesiu, e cila u sugjeron të gjithëve. Blona është një ndër këngëtarët që nuk bën dallim mes vetes dhe personazheve të showbizit botror, dhe përsëri ka preferuar të ndihet si këta të fundit, duke punësuar punonjës të shërbimit sekret. Thua këngëtarja të ketë filluar të ndihet e pasigurt me jetën e saj publike?